qëllimi është prap denigrimi, shkatrimi, vlerave të luftës. Sa i përket gjykimit në Hag, për mu kur gjë e re nuk është kjo. Gjykimet e ushtarëve të TÇK-s kanë fillu më njerë mas luftës, nuk e di kush që ka kriju ato krejt, dhe po e di qëllimin cili ka qenë. Të ja fillu prej grupeve të Qonit, Drenicës, Llapit, fillon Unmiki atëherë ka pas fillu, edhe qëllimi ka qenë denigrimi, domethënë, dhe poshtrimi i UÇK-s, pjesa e parë. Po, kur e pon qis nuk po arrijet ajo, se hapet populli pidan shkurt shqip krejt, kanë fillu me tjera mosa, mi poshtru në tjera forma pjesëtarët e luftës, të i akuzu me drejt apo pa drejt për korupcion, biznese, me faj e pa faj. Edhe ajo nuk dhejzi. U kriju një mekanizëm i ri, kuptohet mendimin e Serbijës, po na për Serbijës normal që zëtë me pritë kur gjo mirë, dhe dullaj raporti Dick Martit, u shpik dhe me thonë diçka, për me vazhdu denigrimin e UÇK-s. Dhe arriti deri të krimin i gjykatës, cila u votu në parlament në Kosovë. Unë nuk besoj që ata që kanë votu me të vërtit se kanë di që kanë të bëjnë, se ata motin politik. Po, u krya ajo. Dhe gjithë e kemë prit që shumë shpejt, komu qartësu që nuk ka pos qësi veprimesh për çka u kryu gjykata, për transplantim të organeve. Po shumë pak ko shkoj dhe u kuptue që nuk ka pos lidhje me ato, po qëllimi është prap denigrimi, shkatrimi, vlerave të luftës. Pse është kjo me rëndësi për armikun? Armik mund të më konë edhe dikosh që na menojmë që është mik. Po to do të mësë me arru. Armik mund të më konë edhe Evropa. Mund të më konë. Po thamë që është, po mund të më konë. Për që është Serbia e dim ato. Me shkatrimin ata mendojnë, dhe unë e kam bindjen që nuk kanë me arrit, s'po e thamë vish në aspektin shpirtnor, kështu e sen, po tu i parë thonat, s'kanë me arrit me shkatru. As qëta njerëz e as UÇK-n, se është nisë me qëllim gabum, me format gabume, po mendimi tyne është me shkatrimin e vlerave të luftës së UÇK-s, dhe me thonë, shkatrohet një shtet, pa e shkatru një shtet. S'ka nevojë më ta marrë pambarësien, po ta shkatron shtetin. Pse? Vizioni tyne është Evropa e bashkume, që më s'me pas kur mo probleme, këto jo i një multietnik shtet, s'ka pas të luftu një farë konflikti, u kone kretë, edhe që të jemi përfundu. Qa ke mundësi na, më thamë si shtet, se nuk e di shteti që ka mundësi me bo, s'jam shtet, thash se s'jam konkur, s'jam kon pjese politikave, qeverive, krejt. Po na si popull çka mujmë me bo? Na, mas pari do të me bindë vetë vetën, na këtë si popull që gabim është e gjykat. Nëse është nevoja më thirë një protest, një boni protest këtu apo në Evropë, do të me dalë me tregu, se protestat e tregojnë vlerën e shumicës, e tregojnë qëllimin e shumicës. Nëse thirët një protest dhe talin 10 vetë, dhe më thonë, të regullë ka kjo punë, si mas armikut prapë këtë rast. Pa drejtësit, unë e shpresoj vish një sen, vetëm një shpresoj, që kjo është pa drejtësia e fundit që ju bëhet kombit tonë, mësë se kjo e përfshin këtë kombin, mës të harrojmë se kjo gjykata speciale në njësë në bazë të raportit Dick Martit në Shqipni. Kështu që, kjo është tendenca e fundit me denigru kombin tonë, se ku përmenet këtë kombin, botë, Koreoni nuk e den, Kosova, ajo kjo pa e den shqiptarë ko kanë këta. Shamull për e marë. Dhe thonë, shpesej që është tendenca e fundit, cilën shumë e kam bindë se do t'ja dalim, por me një kosto, po dijet deri sot shumë të nalt,
Po presim që ka po ndodhë tash, me gjykatën, po shpresoj që është e fundit, në gjitha aspektet, po sidomos kjo është më e rona. Ekonomikisht shteti mundet me ra, mu ngrit, është çështje biznesit botëror, ajo tjetër çështje. Po moralisht, historikisht, aty du me pas kujdes. Aty, s'ma me liu tjetër kush me ta shkruajt historinë shkurt.